Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Living Day. Do ta nisim këtë program me një ngjarje të rëndë, e cila ka nxitur më pas edhe një reagim në parlament. Bëhet fjalë për një 15 vjeçar nga qyteti Elbasanit, i cili në rrethana ende të pabëra publike i dha fundjetës me fotoksin. Menjëherë pas kësaj tragjedie, një deputet i parlamentit shqiptar ka ndërmarrë edhe një nismë. Për më shumë, do të ndjekim një material dhe do të kthehemi në studio me të ftuarin tonë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e dieshme në qytetin e Elbasanit. 15 vjeçari ka dhënë fundjetës pas helmimit me fotoksin. I ri u dërgua fillimisht në spitalin rajonal të Elbasanit. Për shkak të përkeqësimit të menjëhershëm të gjendjes, mjekët vendosin që ta transportonin drejt qendrës spitalore universitare në Tiranë. Megjithë përpjekjeve maksimale të stafit spitalor, 15 vjeçari nuk mundi të mbijetonte. Po ditën e dieshme ka reaguar në parlament deputeti Tritan Shehu, i cili kërkoi ndalimin e shitjes së fotoksinës në farmacitë bujqësore. Sot një adoleshent ka ndruar jetën në Elbasan sepse ka marrë për suicid fostoksinën. Kjo është substancë kaq toksike, vdekjeprushse, ndjellëse vetvrasjeve nga ana psikologjike, të hiqet nga farmakopeja bujqësore. Rastet e vetvrasjes me fotoksin janë kthyer në një fenomen të frikshëm në vendin tonë. Gjetja lehtësisht në farmaci e kësaj lëndë helmuese ka bërë që në gjendje shoku njerëzit të shikojnë fotoksinën si një zgjidhje tragjike për jetën e tyre. Rikthehemi në studio dhe do të jemi në bisedë me mjekun toksikolog Alert Drishti. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Kemi shumë informacion për të përcjellë sot, por së pari do doja të pyesja si profesionist, si mjek, besoj edhe ju ka tronditur kjo ngjarje. Çfarë mendoni kur dëgjoni që një i ri i merr jetën vetes me fotoksin? Ngjarjet sigurisht, pavarësisht dhe nga mosha, gjithmonë janë tragjike kur përfundojnë me vdekje. Por në rastin konkret kemi të bëjmë me dy faktorë, mosha e re e djalit edhe helmi i cili ne mjekët ndjehemi të pafuqishëm në momentet kur përdoret ky lloj helmi në një dozë të caktuar. Kështu që bashkohem edhe me shqetësimin e profesorit tim, zotit Tritan Shehu, ku ky është një helm tepër i fortë dhe fatal për jetën e njeriut. Ne do të jemi në një komunikim, në një video call me zotin Tritan Shehu, deputetin i cili kërkon edhe ndalimin e fotoksinës në territorin e Shqipërisë. Pse është kaq popullore fotoksina? Pse adresohen pikërisht te ky helm? Atëherë, fotoksinja është... Nuk po flas për farmacinë bujqësore, por ata që duan të kryen vetvrasjen. Atëherë, aksesi që ka popullata në Shqipëri për gjetjen e këtij lloji helmi është shumë i madh. Pra jo vetëm në farmaci, pa gjendet edhe në tregjet e fruta perimeve, në ato banaqet e shitza ambulator, po i quajmë, ku çdo njeri për kundrejt pagesës mund të marrë një... Pra është lehtësisht i aksesueshëm dhe kudo? Pothuajse gjendet në çdo treg fruta perimesh dhe sigurisht edhe në farmacitë bujqësore. Ne do ta vjojmë bisedën tonë, por e kemi në këtë moment në komunikim zotin Tritan Shehu. Përshëndetje. Përshëndetje profesor. Mi mbrëma juve. Faleminderit ju që gjetët mundësinë dhe kohën. Edhe miqve keni në panel, po, i cili sapo ju përmendi dhe ju përshëndeti edhe për nismën tuaj, përse ju kërkoni ndalimin e fotoksinës në territorin e Shqipërisë? Qiko, nuk është hera parë që unë ngrë këtë çështje. Unë kam përndet u bën disa vite që kam rritur në parlament, në komision me ministrat e bujqësisë, ministrat e shëndetësisë, në media, këtë çështje sepse unë e konsideroj një çështje të mpret. Ne në Shqipëri kemi 10 raste vetvrasjesh në vit nga ftoksina. Dhe kryesisht janë të rinj. Të rinj që psojnë një zhgënjim, psojnë një diziluzion, hasin një vështirësi dhe pasandaj me një drejtohen te ftoksina. Ka një shkrijuar një lidhje psikologjike direkte midis vetvrasjes dhe fostoksinës. Ftoksina është një pesticid i cili ruhet në ambalazhe alumini dhe në kontakt me lëngjet, lëngun e stomakut, lëngjet tërsi,
krijon një gaz mjaft toksik i cili vdekje për urës. Marrja e fosfoksinës është çon në vdekje. Çon në vdekje të sigurt realisht, jemi të sinqert. Edhe një vdekje bile jo të lehtë, një vdekje të vështirë, mjaft të vështirë, tragjike do thoja. Por fatkeqësisht është kjo lidhje midis fosfoksinës dhe vetvrasjes, lidhje psikologjike, lidhje ambientale, lidhje shkak, lidhje mjetesh, është një lidhje që nuk është krijuar vetëm në Shqipëri. Fosfoksina është u kthyer në një mjet vdekje edhe në vende të tjera, qoftë në përmjet vetvrasjeve, qoftë dhe vdekje aksidentale, sepse disa herë ka dhe vdekje aksidentale si pasojë shpërthimit të gazeve të fosfoksinës në ambiente të lagta ku ajo përdoret, ose kur përdoret në mënyrë jo adekuate. Kjo ka bërë që tipet alarmi për të gjë. Kjo ka bërë që fosfoksina sot pothuajse të dalin nga jashtë farmakopeve të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe atje ku përdoret në masa shumë të forta sigurie, në masa shumë të forta në përdorim të njerëzve të përgatitur profesionalisht dhe të mbrojtur mirë nga gazet e fosfoksinës. Ka vende tjera, për shembull India, ku e shesin në futur në kuti hekuri, të cila përdoret që mos futet në gojë. Pra, është një problem i madh kjo që është krijuar tashmë, jo vetëm për vendin tonë. Fatkeqësisht në vendin tonë, ti fosfoksinë gjen kudo. Shko tek ajo që quhet tregu çam, shko në kioska, të japin fosfoksinë dhe jo vetëm ta japin, por dhe ta mësojnë si ta përdorësh. Kjo është një vepër kriminale. Fosfoksina sot është kthyer në një nxitës të vetvrasjeve në vendin tonë. Fakti që thash që janë 10 vetvrasje në vit nga fosfoksina që po ndodhin, edhe të gjithë shumica të mos janë të rinj, është një fakt tragjik. Në këtë kohë, për këtë arsye pikërisht fosfoksina është hequr nga farmakopeja e vendit të zhvilluara. Dhe është zëvendësuar me të tjera pesticide, të cilët ka të tjera pesticide, të cilat kryejnë dhe kanë të njëjtin rezultate dhe të njëjtin efekt edhe në bujqësi, pra për përdorimin që është krijuar. Nuk janë toksik, ose janë shumë pak toksik. A mendoni se do të gjeni mbështetje, zoti Shehu? Shiko, fatkeqësisht deri tash nuk kam gjetë mbështetje. Duke qenë se ju thatë që edhe herë të tjera e keni ngritur si shqetësim në komisione të ndryshme. Në parlament kam folur disa herë, në komision parlamentar, edhe kur diskutua buxheti e ngrita, dhe kur kaloi ligji i biocideve në komision parlamentar e ngrita, sepse biocidet dakord, janë tjetër familje. Por ama hyn të gjithë në grupin e madh të kimikateve. Pesticidet dhe biocidet hyn të gjitha në grupin e madh të kimikateve. Pra, e ngrita këtë çështje, e ngrita para 2 ditësh, 24 orësh në seancë plenare përsëri. Pra, të gjithë japin të drejtë, kur thonë, po, ke të drejtë, por asnjë nuk vepron. Pse? Pse mendoni se ka rezistencë? Pse ka rezistencë për heqjen e fosfoksinës? Duhet jemi shumë sinqert, tu ka interesa. Unë nuk dua të them gjithakot, por fakti që ka një rezistencë kaq të madhe për mos zëvendësuar fosfoksinën me preparate të tjera, pesticide jo toksike ose shumë pak toksike, tregon që ka një rezistencë, ka interesa. Tu luajnë interesa. Luajnë interesa të grupeve të cilët e importojnë, e sjellin, e shesin pastaj edhe në kioskën më të fundit të Shqipërisë, edhe në tezgën më të fundit të Shqipërisë e gjen ta blesh atje. Pra këtu tregon që luajnë interesa. Po luajnë interesa që paguhen me jetë nga njerëzit. Çmimi i këtyre interesave shumë i lartë qytetarëve. Është tragjik, është vdekje për urës. Dhe është krim, edhe unë kam ngritur edhe ti problem tjetër. Pse prokuroria nuk vepron? Pse policia nuk vepron? Pse nuk shkon të kontrollojë dyqanet ku shit mirë nuk u hoq nga farmakopeja bujqësore? Po pse nuk bëjnë kontrolle dhe të dënohen sipas ligjeve penalisht ata të cilët trajtojnë fosfoksinën pa dokumentat posaçme, pa recetat posaçme, pa kushtet posaçme? Pse nuk bëhet kjo gjë? E kam ngritur ti. Pra, tu nuk është çështje vetëm e Ministrisë Bujqësisë. Tu është një qark shumë i gjerë. Ministria e Bujqësisë ka përfajin më të madh që nuk heqin farmakopeja, qeveria pra kur them të gjë. Por këtu kemi dhe institucione tjera, prokuroria. Pse nuk hapin çështje penale për gjithë vdekje nga fosfoksina? Policia pse nuk shkon të kontrollojë dhe të bëri para përgjegjësisë penale ata që trajtojnë fosfoksinën në rruga apo në kioska? Zoti Shehu, sa herë ka një vetvrasje me fosfoksinë, nuk ka një përgjegjës. Pikërisht, kjo është përgjegjësia është vetëm një. Përgjegjës vetëm një fatkeqi. Tu shoqëria që përgjegjës fatkeqin, ato që humb jetën, dhe kjo është gjë më kriminale. Kjo është gjë barbare. Cili është hapi radhës që ju do të merrni, zoti Shehu? Unë do vazhdoj ta ngrë. Por duhet qeveria të veprojë. Ata që kanë që bëjnë ligjet.
që bëjnë farmakopen, që bëjnë vendimet, që kanë shumicën, që votojnë në parlament, që votojnë në qeveri. Keni ndjerë një mbështetje nga qytetarët për këtë gjë? Nga qytetarët në tërësi nga opinioni po, është e vërtet, nga opinioni po, ka mbështetje. Edhe nga deputetet, kur fliten vetëm për vetëm me ata, thonë po, këtë drejt, por ama pasandaj, kur veprimet ekzekutive të ekzekutivit, të qeverisë, të institucioneve, janë zero. Janë zero dhe kjo është për ta të keqë. Kjo është që i bësh bashkëfajtor për vrasjet, për krimet, sepse vetë vrasja është një vrasje makabër, tregon që janë bashkëfajtor. Nga indiferenca, disa nga që kanë interesa, apo lidhur me grupe interesa, nuk e di, këtë ta gjenë ata që merren me të çështje. Por një gjë është kjo duhet ndaluar dhe frenuar, ndryshe pasaj do vazhdoj të gjeneroj vetvrasje, vdekje, veçanërisht të rinj. Zoti Shehu, ju falenderoj shumë për ndërhyrjen tuaj, për informacionin tuaj dhe uroj që këtë herë ndryshe nga herët e tjera të ketë rezultat. Edhe ju të merrni pikërisht atë që po kërkoni në ndihmë të qytetarëve shqiptar dhe të personave të cilët kanë humbur jetën përmes fotoksinës. Unë ju falenderoj juve sepse ka shumë rëndësi dhe sensibilizimi që bën media. Ka shumë rëndësi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Rikthehemi sërish në bisedë bashk doktor dhe tregojmë, ishim në pikën e bisedës ku edhe zoti Shehu na konfirmoi që është shumë e lehtë të aksesohet dhe të gjesh fotoksin kudo në Shqipëri. Ju keni patur raste në punën tuaj dhe si e keni ndjerë me kalimin e viteve? Ka një rënje apo ka një rritje të numrit të personave të cilët janë vetë vrarë me fotoksin? Numri i intoksikuarve nga fosfidi aluminit, që njihet në zhargonin popullor si fotoksina, apo si helmi i mizës groshës, faktikisht është në rënje. Është në rënje. Ka më pak raste. Mendoj që popullsia në Shqipëri u ballafaqua me fotoksinën pas viteve 90. Duhet të kemi parasysh edhe një grup tentativash suicidale. Pra njerëz që mbase nuk duan ta vrasin veten, por kërkojnë të krijojnë atë mendimin që ky po vret veten për një arsye X dhe Y. Por nuk dinin mbase se fosfoksina nuk fal. Pra ajo nëse merret në dozat letale, ku përgjithsisht është fosfidi helmi, dhe fosfide kemi fosfid alumini, që njihet si fosfoksin, po kemi edhe fosfid zinku, magnezi e tjerë. I gjithë ky grup fosfinash është një insekticid mjaft i fuqishëm. Fatkeqësisht kur vin tek ne, mjekësia jo në Shqipëri, por në të gjithë botën, vetëm një lloj mënyre ka për t'u gjendur pranë të helmuarit, duke bërë ka kundërhelm. Nuk ka kundërhelm. Por vetmja shpresë është që me qenë se fosfina në kontakt me lagështin dhe të mjedisit, ajo e lëshon fosfinën. Duke lëshuar fosfinën, tableti apo pluhuri në cilin ka bler viktima, e çliron këtë helm, pra ulet sasia e helmit për intoksikim. Sigurisht ne nuk do japim shumë detaje për këtë për arsye etike, por jam dakord. Por ajo që mund të themi, pjesë e helmit është avulli. Pra duke rënë në kontakt me lagështin, qoftë ujë apo lëngje të tjera, ajo e çliron pikërisht helmin dhe në momentin që ka çliruar një sasi të madhe helmi, personi i cili po kërkon të bëjë të tentativë suicidale, kur e gëlltit atë nuk merr sasinë e mjaftueshme, dozën letale të këtij lloji helmi. Këto janë rastet fatlume. Ata që ja dalin të mbijetojnë, por që janë të shpëtojnë, por që janë të rralla. Vetëm që bëhet nga ne është ai që ne quajmë ekim suportiv apo mbështetës, pra duke ndihmuar parametrat vital të viktimës për t'i mbajtur në nivele normale. Por fosfoksina duke qenë se bllokon pikërisht ATP-n, atë si të themi pjesën e cila jep energji qelizës, ajo bllokon këtë dhe qeliza nuk ka energji dhe qeliza vdes po sa mbaron këtë sasi energjie të cilën e kishte para se të bllokohej nga fosfina. Pra është si të thuash një makinë
me sarbatorin e vetë, do të eci për aq kohë sa ka karburant në sarbator. Në momentet që mbaron, nuk ke mundësi t'i hedhish më karburant makinës dhe sigurisht makina ngec. Kjo ndodh dhe me qelizën, e thënë pak më thjesht dhe për të kuptuar nga të gjithë. Kur ju e keni nisur këtë punë si mjek toksikolog, sa raste ka patur? Atëherë në eksperiencën time, kulmi ka qenë diku nga vitet 2014, 15, 16. Kemi pasur deri, domethënë 100 raste pothuajse në vit. 100 raste në vit? Prej të cilëve pothuajse gjysma përfundonin me fatalitet. Pra kemi pasur vdekje nga fosoksina të 50 dhe në 60 raste në vit. Është shifër shumë e lartë, doktor. Jashtëzakonisht e lartë. Por fatmirësisht, domethënë këto kohët e fundit, numri i personave të cilët kanë përdorur fosoksinën, arsyet mbase mund të jenë të shumta, por mendoj që një ndër arsyet mbase janë edhe pikërisht këto emisione sensibilizuese, ku tregojnë që fosoksina nuk është lojë. Fosoksina është ashtu siç është një insekticid ideal për të shfarosur insektet edhe brecit, ashtu ai godet edhe njeriun duke i marrë jetën. Unë uroj që të shërbej vetëm për sensibilizim. Pse mendoni se është bërë kaq e famshme fotoksina? Pse e tha edhe profesor Shehu që në psikologjinë e njerëzve është lidhur fotoksina me vetvrasjen? Pse jo një pesticid tjetër, për shembull? Duke qenë një insekticid ideal, pra një vrasës i sigurt, njerëzit në veprimet e tyre kompulsive, për dëshirën për të realizuar vdekjen, mendojnë të përdorin pikërisht këtë helm i cili realizon pikërisht këtë kërkesë. Pavarësisht se shumica e personave të cilët helmohen nga fosoksina me dëshirën e tyre, pra kemi bëhet fjalë për suicidin, pjesa më e madhe e tyre pendohen, por në momentin e pendesës jemi shumë vonë. Fatkeqësisht edhe lavazhi i thjeshtë, për shembull me ujë, nuk përdoret në rastin e fosoksinës. Nuk ka një ndim të parë që mund ta japin njerëzit që janë pranë personit. Atëherë, të vjellat e menjëhershme janë një moment mjaft i rëndësishëm, pasi duke nxjerrur tabletin e fosoksinës bashkë me pjesën e pa çliruar të fosfinës, pra kemi ulur dozën e cila është pikërisht ajo e cila shkakton vdekjen. Ekzistojnë dhe teori të përdorimit të lavazheve me permanganat kaliumi, me bikarbonate, por në asnjë mënyrë me ujë të thjeshtë. Sepse ai jo me ujë të thjeshtë. Ai nxit çlirimin e fosfinës, pra nxit helmin, të përthithet nga trupi i njeriut. Nga rastet që ju keni patur mundësinë të ndiqni, të trajtoni edhe të bisedoni me ta, në momentin pasi e kanë marrë ndihma e parë që kërkojnë, ku e kanë gjetur, domethënë këtë pjesën e atyre personave që ja kanë dalë, që kanë mbjetuar, dua të kuptoj. Pra të personave që në pjesën më të madhe ose thuajse gjithmonë pendohen që e kanë bërë këtë veprim, por ndonjëherë mund të jetë fatale dhe nuk ka kthim mbrapa. Por ata fatlumët që ja dalin. Sigurisht ato përjetojnë një moment shumë dramatik të jetës tyre, të paharrueshëm, mund themi, pasi sigurisht përpjekjet e mjekësisë bëhen pikërisht në të kufirin e vogël midis dozës fatale dhe dozës jo fatale. Pra ndërhyrja mjekësore këtu luan një rol. Nëse kjo dozë është nën dozën fatale, atëherë ky mbijeton, por mbijetesa e tij sigurisht është një traumë e madhe në gjithë jetën e një personi, sepse pavarësisht ndihmës madhe që ne japim në rastin kur këto mbijetojnë, manovrat mjekësore, domethënë janë intensive, mund të themi janë ekstreme në ndihmë të këtij pacienti. Pendesa e tyre sigurisht është pothuajse tek të gjithë të mbijetuarit. Por edhe pse fosoksina ka një karakteristikë ku pacienti komunikon me mjekun pavarësisht se ka parametrat jetësor tepër të çakorduar. Mbas edhe të papajtueshëm me jetën, ai komunikon flet. Dhe pikërisht në këto momente shumë prej tyre shprehin pendesën dhe shpeshherë kërkojnë ndihmë. Sigurisht ajo jipet, po
në të gjithë botën jepet ndihma, po sukseset kur kjo dozë është mbi atë që quhet doza vdekjeprurse. Do një rast që ju ka mbetur në mendje? Kam shumë. Kam shumë. Veçojmë njërin. Për arsyen që e zgjidhni ju. Të hyjnë një moment, domethënë, që edhe vetë shpesher nuk dua ti kujtoj, megjithatë, po një ndër rastet që mund të them është rasti një djali 22 vjeçar, i cili kishte mbaruar inxhinieri ndërtimi. Nëna kishte pësu një divorc kur kishte qenë 6 muaj me të, punonte edukatore paradite dhe pastronte shtëpiat masdite që të rriste djalin dhe të jepte shkollim. Ai shkollimin e arriti, por nuk po gjente punë dhe ju duk vetja sikur po i rëndonte nënës vet. Dhe në momentet që erdhi tek ne, fjalia e parë që tha, pasi tha që kam pirë fosoksin, tha, më shpëto doktor se vetëm nëna vetëm mua më ka. Qa historie. Ja doli? Nuk ja doli. Po. Prandaj thash, nuk kam qef të hyj në këto. Të gjitha historitë janë të dhimbshme, po mora një me insistim e juaj, si thuash për ta tregu, po të gjitha historitë e suicideve kanë dramat e tyre brenda, se çdo njeri arrin në një konkluzion të tillë pasi ka një dramë, të cilën nuk po e përballon dhe bën veprime të pakontrolluara, të palogjikuara mirë. Sipas jush, doktor, duhet të ndalohet fotoksina në territorin e Shqipërisë? Atëherë, unë mendoj që në territorin e Shqipërisë duhet ndaluar. Duhet të ndalohet. Por ekzistojnë edhe versione të tjera, ato të kontrollit të rrep. Për shembull, në Amerikë janë vetëm skuadra të specializuara, të cilat mund të bëjnë pikërisht disinfektimin e ambienteve me fosfoksin. Pra nuk lejohet që një individ i pa certifikuar, siç ndodh në Shqipëri, të bëj këtë procedurë. Madje edhe nëse do të ishte pjesë e stafit të specializuar, përsëri dhe as atij nuk i lejohet, duhet vi stafi i tërë. Në Europë ka disa shtete të cilat e japin me 3 firma fosfoksinën. Me firmën e agronomit, i cili vërteton që vërtet ky ka nevojë për ta përdorur, me firmën e mjekut psikiatër, ku përdoruesi mendohet se është psikikisht normal, dhe të mjekut familjes. Pra firmosin 3 mjek të ndryshëm për të blerë fotoksinë në disa vende në Europë. Dhe sigurisht agronomi ka parasysh edhe që personi di se si përdoret dhe di si të mbrohet. Por mendoj që në Shqipëri të gjitha këto hallka mund mos jenë shumë efikase dhe ndoshta do të ishte zgjedhja më e mirë, kjo zgjedhja drastike, pra të mos gjendet në territorin e Shqipërisë. Alternative. Doktor, kjo është një çështje shumë serioze që meriton gjithë kohën edhe vëmendjen tonë. Ju falenderoj shumë për informacionin tuaj, uroj të kemi sensibilizuar. Këto janë çështje shumë delikate të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me shëndetin tonë. Ju falemderit dhe jeni sërish i mirëpritur në Living Day. Falemderit dhe ju që kontriboni pikërisht në informimin e publikut për rreziqet të cilat mund të kenë rreth rrotull tyre. Ky është misioni medias. Falemderit shumë. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën tjetër. Falemderit.